Në më thoi që tu e ki 13 metra ki poshtë, që mund të më troti bosh. Prishtina është njëra nga zonat me ndërtime të larta ku bizneset të ndërtimit operojnë pas zbatuar rregullat e sigurisë dhe shëndetit në punë. Në një operacion të inspektoratit të punës, konstatohen shkelje të rrezikshme në biznesin e parë të inspektuar. Të dhënat tregojnë që gjatë vitit 2026 mbi 200 biznese e kantiere ndërtimi u bllokuan për shkak se shkelen rregullat e sigurisë. Inspektorët sipas raporteve të pranuara vazhdojnë në biznese të tjera, sërish në një biznes ndërtimi. Edhe këtu kontrolli nis me verifikimin e dokumentacionit dhe trajnimeve të punëtorëve. Ligji kërkon që secili punëtor të jetë i trajnuar për pozitën që ushtron, ndërsa inspektorët kërkojnë dëshmi se ky detyrim është përmbushur. Usnëve profesion, e këta janë të mund të skele. Po, na kjo puna që është nuk është shumë unë ju prije dhe ju tregoj që. A janë trajnum këta nga siguria në punë? Krejt janë trajnum. Për çka janë trajnum? Për armirus, a janë trajnum për me vendos skele? Ma shumë janë trajnum në pozitën që e kanë, po unë në shtoj telefonët të trajnim se. Nderuam, mbos diqet, muj me kon trajnum vetëm pozitën që kanë kontroll punës. Momentalisht e për shtok i shkelje edhe vazhdojnë me procedura. Atë tash vazhdojnë te likat manalt. Në komunë për shembull një punëtor me koni trajnum si armirus e kanë marrë me montu skele. Munges punëtorëve, hop konkurshtri edhe merr. Unë duhet një trajnuve s'ni pozita, po. Nderuam, nëse këta në kontroll të punës janë armirustat me ushtru profesionin armirusit. Nuk i lëm po çto mosa. Nuk janë për kumija, Nderuam ti, por gjarë su të është marrë, po nuk e kuptoj, se janë masat po qëtu, në nuk i kam. Kontrolli në këtë objekt nxjerr në pa pothuajse të njëjtat probleme si në lokacionin e parë. Mbrojtjet në hapësirat e ashensorëve mungojnë, skelat nuk janë të vendosura sipas standardeve, ndërsa në disa pjesë të objektit punëtorët punojnë pranë hapësirave të hapura, nga ku një rënje do të kishte pasoja fatale. që kjo do të me pos mas lortit 30 cm do të me pos. Distancën mes platformës punës dhe mbrojtjes anësore po është. Momentalisht në ty në ato të konë vend punishte. Çto është problemi më i madh? Po në rregull, po unë jam të punu, po unë nuk e kam atë ndërtim. Kështu skelja më të e si 3 ditë. Nuk të preashtosh as të pishkeles që ke rreziku punëtorët me një vend. E tash çfarë shpedën, ha? Në më thoi që tu e ki 13 metra ki poshtë, që mund të më troti bosh. Do vazhdojmë. Gjatë inspektimit, vëmendje të veçantë kushtohet edhe përdorimit të vinçit. Sipas inspektorëve, pajisje të tilla nuk mund të përdoren nga persona të pakualifikuar, pasi një gabim i vetëm mund të rrezikojë jo vetëm punëtorët në objekt, por edhe qytetarët përreth. Pjesa e dytë, te pjesa e vinçit, kronit nuk guxon me operu pa kualifikim. Do të marrë person të kualifikuar që përdor pjesën e manipulimit me kran. Nuk mund është domethënë me zanot, me kop edhe me përdor se mush me rreziku dhe punëtor të tjerë. Ai na çortë që kjo pjesë. Ndosh me postash, do të rrethu zonën e pjesës të vinçit, që kjo pjesë ku operon vinçi nuk guxon
me ko punëtori mrena kur mbord ngarkesë. Se marrë ti po të ngarkesë ato morë pi pushtit me kran. Momentin e porti dush me sërshenu një zonë edhe këtë punëtorit me ikë për qësoj zone, derisa do bëhet shkarkimi i qëti morët. Se nuk gudzo për funi me hi punëtori në altë me ko ngarkesa. Këti kronit do të siguru do barira mbrojtëse. Para përfundimit të kontrollit, inspektori u shpjegon përgjegjësve të kompanisë të gjitha masat që duhet të ndërmiren përpara se të kërkojnë heqjen e ndalesës së punimeve. Nga vendosja parmakëve mbrojtës e deri te montimi i skelave sipas planit të hartuar nga persona të kualifikuar, secila mangësi duhet të eliminohet përpara se objekti të lejohet të rifillojë punën. Tina Kjorë, se që është? Inderum, emrin falë. Momentin e por punëtorit i ki në vend punishte. Tash, unë të regoj për mosa mbroqës që kemi ndërmarë. Pika por kemi vendosë, do më thonë, parmak profesional të pjesa anal të ashensurave që mungojnë. Pjesën, do më thonë, parmak profesional në shkollë. Kemi mbyll... Tash të regoj krejtë. Kemi bo të pjesa e kanolit të ajerimit që janë. Do më thonë që ki 13 metra janë të thella, që janë të mbrojtëna me kur gjohë që mund të mëro. Po, është do më thonë për kotit mëron 13 metra është distanca do më thonë për kotit mëronit. Pjesën do më thonë skele kemi bo me vendosin edhe kotin e por, edhe kotin e dytë kemi vendosë si pas regullave. Tash, momentin e por ku bëhet do më thonë montimi i skeles, duhet mu hartu një plan që është i përdorimit skelev, montimit edhe shmontimit, prej një personit të kualifikum ose një person kompetent. Tash, kush do që është? Po. Kjo montu që atë lloj skele. Ndëgjom. Kjo montu që të lloj skele, që kjo është për shallë. Kjo po do bëhet demontimin e tyre që kanë pllova, se nuk ka certifikat që jepet për çë skele. Për skele që ka montu është po të nëneri investitori për gjats. Si kam kupton. Momentin e por, ku punë kryerësi ose kompania nën kontraktore është brenda edhe merret me montimin e pjesës të brendshme të kësaj skeles, ky ka me bo, po ndëgjom, keni me bo një ndërmarrje të mosa, keni me hartu një plan. Tash e bën ti, e bën investitori sipas përgjegjësisë. Jo, ndëgjom, sipas përgjegjësisë, ajo e bën domethënë hartimin e një plani ku bëhet montimi, shmontimi edhe përdorimi i skele për një personi të kompetent ose të kualifikuar. Pjesa tjetër. Momentin e por domethënë kur ti ndërmerr mosat, atëherë domethënë na njoftoni neve, vina shumë nëse mosat janë ndërmora, atëherë domethënë e kërkojnë edhe një raport nga gjendja e skeleve, që çaj që i ka vendosur skelev, garanton domethënë përforcinë dhe stabilitetin e skeleve, thotë që këto skele janë të sigurta për punë. I bën motet e veta edhe vazhdojnë me procedura. Dhe atëherë ndaluam me punimet. Raporti është në emër Dy objekte të kontrolluara, 10 shkelje të evidentuara dhe punime të ndërprera deri në një vendim tjetër të inspektoratit. Mungesa e skelave, operimi i vinçave nga personat e pa kualifikuar, hapësirat e pambrojtura dhe mos respektimi i standardeve bazë të sigurisë mbeten ndër problemet më të shpeshta që inspektoratet hasin në terren. Vetëm pasi bizneset i eliminojnë të gjitha parregullsitë e konstatuara dhe gjendja të verifikohet në një inspektim, ato mund të lejohen ta vazhdojnë aktivitetin.